Si mendoni vdekjen? Vdekja është shpëtim, të shpëton nga kjo jetë, plot me hallë, me shqetësime, me mundime, me përpjekje, me luftë. Në një farë kuptimi është një lloj rilindjeje tjetër, edhe është mbyllja e një kapitulli, edhe e një jete që po nuk e bëre bukur të piu e zeza, i zgjidh. Po si në aviona, në deta, në krevata? Të mos ishte një vdekje prek ndonjë kaose natyror apo unë do doja të vdisja mbi bashkëshortin tim. Wow. E kuptova. Jo, këtu e mbyllim. Këtu, po. Po. Ne jemi në erë në diskale. Nuk e preferojmë të vdekje. Ne duam në gjumë. Oro, si të erdhi ideja që të biesh bashkë me dy gocat mbrapa dhe po të ndrjetën. Nuk e di, më vjen këto ide rastësore. Cilën do doje të si do të duhet të mbytesh? Jo, nuk dua të mbytesh. Sigurisht. Mendoj që duhet të jetë një vdekje të mëshme. E di se mendoj, unë nuk kam frikë nga vdekja, më fal. Nuk kam frikë nga vdekja, mendoj që është një proces dhe mendoj që për te vdekjes ka diçka tjetër që na pret. Besoj që shpirti nuk vdes kurrë. Beson në një botë të përtejshme. Po, patjetër, dhe do doja shumë që të vdisja në gjumë. Dikur e kam menduar shumë, kam pasur shumë frikë, por mendoj që nëse ne jemi këtu sepse vullneti i Zotit ka dashur që ne të jemi këtu, mendoj që është ai që vendos se të shkojmë në një jetë akoma më të mirë.